Korrupsioni prek të gjitha institucionet, kemi vënë para përgjegjësisë edhe koleg, mbi 70 policë të hetuar, një gjyqtar ishte i përfshirë në organizatë kriminale. Këtë të premte kreu në ikje i SPAK Altin Dumani në një aktivitet të mbajtur në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, theksoi se korrupsioni është një plagë që ka prekur të gjitha institucionet në vend. Ai e nisi me prokurorin, teksa tha se fatkeqësisht i është dashur që të vënë para përgjegjësisë edhe kolegë të tyre me të cilët, siç u shpreh Dumani, kanë patur edhe raporte shoqërore, po ashtu sipas Dumanit edhe nga radhët e policisë, në kaq vite funksion të SPAK janë hetuar dhe gjykuar mbi 70 efektiv policie të cilët kanë rezultuar edhe pjesë të grupeve kriminale. Edhe një gjyqtar, shton Dumani, rezultoi i përfshirë në krim dhe është akuzuar për pjesëmarrje në grup kriminal. Korrupsioni është një plagë që prek të gjitha institucionet. Do ta filloja nga prokuroria. Fatkeqësisht na është dashur t'i vëmë përpara përgjegjësisë edhe kolegët tanë, madje mund të kemi pasur edhe marrëdhënie shoqërore, por kemi zbatuar detyrën për të ardhur edhe tek policia. Në kaq vite SPAK, numri i policëve të hetuar për korrupsion dhe vepra të tjera penale është mbi 70. Në këto vite, numri i policëve të hetuar për korrupsion apo vepra të tjera penale është mbi 70. Fatkeqësisht, në hetimet tona kemi konstatuar funksionarë të lartë policie që madje janë deklaruar dhe fajtor si pjesë e organizatave kriminale apo grupeve të strukturuara kriminale. Nuk janë vetëm nga policia, por edhe nga gjyqësori. Kemi një çështje kur një gjyqtari i është atribuar dhe vepra penale si pjesëmarrje në organizatë kriminale, por policia e shtetit, pavarësisht kësaj, e cila na ka rezultuar implikuar në vepra penale, policia në masën absurde janë djem dhe vajza që janë të përkushtuar në punën e tyre dhe meritojnë respektu, shpreh Dumani. Dumani pritet të mbyll 3 vjeçarin si krye prokuror në 18 dhjetor për t'ia lënë më pas stafetën Klodian Brau si u zgjodh ditë më parë.